Mëngjesi në qiell të hapur për protestuesit nisi me çaje, kafe dhe disa zjarre të ndezura në sheshin Skënderbeu dhe atë Ibrahim Rugova. Disa drekonin në ambient të hapur e disa të tjerë në tenda, me para, siç thanë, të qytetarëve që i dhuruan në kutitë e vendosura pikërisht për këtë qëllim. Këtë, domethënë, subjektet opozitare kanë dhënë plus njerëz të cilët ja dinë vleftën pse janë dalë në protestë. Ca të tjerë po relaksoheshin për pak qaste duke luajtur sha. Kadër protestës e kemi gjetë vetëm këtu, po të kalim kohën duke vartuar me apo relaksuar me sha, pjesën një lloj protestës e jona është këtu edhe forma tjera të protestave deri në realizimin e kauzës tonë. Ndërsa një të moshuari nga qëndrimi në tendë ju kecua gjendja shëndetësore. Ju ofrua shërbim nga mjekët, ndërsa ambulanca qëndronte në çdo kohë për t'i ofruar ndihmë. Një zonjë madje kishte ardhur nga Shqipëria për të mbështetur kauzën e opozitarëve duke kaluar natën në tenda. Shqipënia, jam shkodrane. Nga Shqipëria, vetëm për protesta, apo? Kena ardhur për protesta. E nga së protesta. Po. Edhe keni bujt këtu në tenda? Po, kena bujt maron. Liderët opozitarë mblodhen edhe sot përpara tendave, kuftuan edhe qytetarët e tjerë që nesër të protestojnë kundër zgjedhjes së presidentit dhe për të kërkuar dorëheqjen e qeveritarëve. Shfrytëzojmë rastin që t'i thrasim të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët janë kundër politikave të kësaj qeverie, të cilët janë kundër këtij thellimi dhe vazhdimi të kapjes së shtetit, që nesër të na bashkohen këtu në shesh, ta shfrytëzojnë këtë infrastrukturë proteste, ta shfrytëzojnë këtë shesh të kundërshtimit në mënyrë që bashkë me ne ta ngrisim zërin e protestës dhe ta pengojmë, ta parandalojmë këtë kapje të shtetit në majën e tij, pra në presidencë. Thellimi i krizës, përgjegjësia dhe adresa e përgjegjësisë dihet ku është këta dy njerëz. Prandaj ne ftojmë qytetarët që nëse ky regjim po na teston vendospërinë tonë, nesër në sheshet e Prishtinës edhe herësi me 17 shkurt duhet t'i tregojmë që ne jemi të vendosur qëndrojmë në kundërshtim të këtij regjimi deri në largimin e tij dhe hapjes së rrugës për zgjedhje të lira e të parakohshme. Ndërsa lideri i AK-s Ramush Haradinaj garantoi se protesta do të jetë paqësore, i quajti gënjeshtrat pushtetit njoftimet se nesër do të ketë dhunë në protest. Ai tha se paralajmërimi për festë të simpatizantëve të Thaqit nuk është i vërtetë. Ata kanë paralajmëruar konflikte fizike, janë rëna. Ata kanë paralajmëruar rreziqe, kush e di çfarë, janë rëna. Kanë paralajmëruar festë që është rënë. Edhe e kanë qëllimin me i pengu njerëz mos me ardhë në protestë. Liderët opozitar thanë se protesta e paralajmëruar më 27 shkurt mbahet nesër.